ku kandidatët e pasur janë ata që zgjidhen. Kanë arritur që të kenë në radhë parë pranimet madhe mediale publike. Problemi i parë në kuptim të buxhetit dhe të impaktit financiar është që në bazë të matjeve të shumta që janë bërë, del që kompanitë cilat kanë qenë donatore të partive politike janë shpërblyer me mbi 300 milion euro kontrata pasardhjes së partive përkatëse në përpushtet për gjatë viteve. E dyta është krijimi i një situate ku kandidatët e pasur janë ata që zgjidhen. Dhe fatkeqësisht një gjë tillë jemi duke e parë vazhdimisht, e kjo është vërtetuar sidomos në 2 ciklet e fundit zgjedhore, ku kandidatët me potencial më të lartë financiar, jo për shkak të pasurive personale, por për krajeve nga bizneset caktuara që kanë pasur të njëjtit, kanë arritur që të kenë në radhë parë pranimet madhe mediale publike, të kenë aktivitete më të shumta të fushatës zgjedhore, që është përkthyer në zgjedhje të mandateve. Dhe kjo rrezikon që ta shndrojë Kosovën në një vend ku vota e qytetarit ndonse është e lirë në kuptimin ligjor formal, e njëjta është e dirigjuar nga ndikimi financiar që kanë këta kandidat. Dhe normalisht në politik nuk ka model më të keq e më të rrezikshëm se sa të zgjidhen në pozita të larta vendimare vetëm ata që kanë potencial të madh financiar, sepse pashmangshëm pastaj ngritet pyetja se kujt do t'i shërbejë njëjtit, e ne e dimë që në praktik kur zgjedhësh me para të cilat kanë ardhur nga bizneset, kryesisht në forma të padeklaruara, atëherë edhe shërbimi yt do të jetë kryesisht më të madhe për t'ua mundsuar bizneseve në fjalë që t'i rikuperojnë, le të themi, këto para të cilat i kanë dhënë në formë të donacionit.